Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump urdhëroi dërgimin e 700 marinsave amerikan dhe 2000 trupave shtesë të Gardës Kombëtare në Los Angeles, duke u zëtuar se ata që protestojnë kundër arrestimit të emigrantëve të paligjshëm do të goditen më fort se kurrë më parë. Dërgimi i mijëra trupave dhe qindra marinsave të martën po ndodh në ditën e 4 të protestave të mëdha në rrugët e Los Angeles, të nxitura nga arrestimi i 10 emigrantëve në një qytet me një popullsi të madhe të lindur jashtë vendit dhe me prejardhje latine. Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, e kritikoi ashpër vendimin e Trump, duke e quajtur atë të pamatur si dhe mungesë respekti ndaj trupave tona. Kjo nuk ka të bëjë me sigurinë publike, shkroi Newsom në rrjetin social X, ka të bëjë me ushqimin e egos së rrezikshme të një presidenti, theksoi ai. Dislokimi ndodhi pas protestave të së dielës, kur demonstruesit dolën në rrugë në qendër të Los Angeles, duke djegur vetura dhe plashkitur dyqane. Forcat e rendit u detyruan të përdorin gaz lotësjellës dhe plumba gome ndaj protestuesve. Në qytetin e Santa Ana, rreth 50 kilometra në jug-perëndim të Los Angeles, forcat e rendit përdoren gaz lotësjellës ndaj protestuesve që brohorisnin kundër Agjencisë për Emigracion dhe Dogana. He's destroying one of our great states and Duke folur në Washington, presidenti Trump i quajti protestuesit nxitës profesionistë dhe kryengritës. Trump shkroi në rrjetet sociale se protestuesit kishin përshtyr trupat dhe nëse vazhdojnë ta bëjnë këtë, do të goditen më fort se kurrë më parë.